Të nderuar besimtar, e falenderojmë pafundësisht krijuesin ton, Allahun subhanahu wa taala, i cili na bëri ne pjesëtar të kësaj feje madhështore. Vazhdimisht ta falenderojmë Zotin ton, i cili na ka përzgjedhë në mesin e miliarda njerëzve, që ti edhe unë t'jemi prej atyre të cilët nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit të themi Ashhadu an la ilaha illallah. Dëshmoj o Zot, me bindje, me sinqeritet, me vetdije të plot, se nuk e meriton adhurimin askush dhe asgjë përveç teje, ja Allah. Dhe na bëri Zoti prej atyre të cilët të themi Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dëshmojmë o Zot, me dëshminë e plot, pastër dhe të sinqert, pa imponim nga dikush, por vetëm se me sinqeritet dhe me dashuri, që Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Jot, o Zoti i gjithësisë. Na ka nderu Zoti i gjithësisë me Islamin. Islam do thot xhennet. Islam do thot rrugë e drejtë. Islami është rruga e vetme e shpëtimit. Është rruga e vetme e zgjedhur nga Zoti. Allahu cakton dhe Allahu duhet të ndiqet. Kush kërkon diçka tjetër jashtë Islamit, e thot Zoti në Kur'an, atij do t'i refuzohet. Kush është musliman dhe vdes musliman me bindje, me sinqeritet, dhe ka bo punë dhe veprat mira, do të shkojnë në xhenetet e Zotit. Dhe vallahi nuk ka dyshim për muslimanin në këtë gjendje. Musliman me bindje dhe me sinqeritet. Për këtë Islam, Allahu solli me mira pejgamber, që t'i thërasin popullin e tyre në Islam, në nënshtrim ndaj Zotit i gjithësisë, në bindje ndaj krijuesit të tyre. Allahu i lartësuar solli libra posaçëm, fletushkat posaçme, të cilat nuk thanë diçka tjetër, vetëm se i drejtua njerëzit tek fjala la ilaha illallah, se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të lartësuar. Është Zoti i gjithësisë, i cili vallahi na ka nderu. Nuk është në rregull që muslimani ta shohë fenë e tij islame si diçka të trashëguar nga baba, nga gjyshi, nga stërgjyshi. Je musliman se ke babun dhe gjyshin, apo je musliman me bindje të plot, dhe me dije të plot, dhe me saktësi të plot, që vërtet Allahu është i vetëm që meriton adhurim. Që vërtet unë jam musliman se kështu e ndjej, se kështu besoj, se kështu jam i bindur, se Allahu është i vetëm, i cili duhet të adhurohet. Kjo është fe madhështore. Është fe e cila ka ardhur në përputhje me natyrshmërinë e njeriut. Islam do të thotë me qenë njeri, me qenë rob ndaj Zotit, me qenë njeri siç duhet. Siç thot Muhamedi alayhis salam, çdo fëmijë i vogël lind në natyrshmërinë e pastër islame. A i shef fëmijët e vegjël, janë të butë, janë të mirë, janë të këndshëm, janë harmonik në njëri tjetrin, janë fëmijë të cilët të bëjnë me i dashur, edhe pa i njohur fare. Natyrshmëria e tij e pastër. E thot Muhamedi alayhis salam, pastaj njeriu kur të rritet rrethi i tij, ndikon që ai të bëhet musliman ose jo musliman. Rrethi i tij, shoqëria e tij, ndikon të bëhet praktikant apo jo praktikant. Flasim format përgjithshme, se rastet veçanta ka sa të dush. Jemi falënderues ndaj Zotit, se vallahi billahi nëse nuk do të ishim musliman, një Zot e din se çfarë vesesh të këqija do të kishim unë edhe ti. Është Islami, është bindja ndaj Zotit, ajo e cila na frenon nga punët e këqija, nga veset e këqija. Pa këtë fe do të ishim në humbje.
Pa këto profet, njerëzit nuk do ta njihnin Zotin siç duhet. Madje nuk do të ishin adhurues të një Zotit vetëm. Sa njerëz të cilët nuk i njohën profetët, nuk i dashtën profetët, nuk i ndoqën profetët, nuk i njohën librat e Zotit siç duhet, nuk i ndoqën librat e Zotit, sot janë në devijime të shumta dhe ju i dini adhurime të kota, adhurime të krijesave të Zotit. Në vend që me adhuru krijuesin, adhurojnë krijesën e Zotit. Lumë për ne që na ka bëu Zoti musliman. Lumë për ne që na ka mundësu Zoti që nga zemra jonë dhe nga gjuha jonë të dali fjala e shahadetit, fjala më e madhe. La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Do të dalemi sot të tregojmë për një profet të madh, për një ngjarje të madhe, e cila i ka ndodhur një profetit Zotit që gjithsecili prej nesh ka dëgjuar për të. Ibrahimi alayhi salatu wassalam, ky profet kaq i madh, ky profet të cilin Zoti e sprovoi shumë. Nëse do t'i shohim sprovat e profetëve, dhe do t'i krahasojmë ato me sprovat tona, janë zero, vallahi billah. Janë zero, pasha Zotin e gjithësisë. Do thush, Zot më falë që po ankohem. Zot më falë që po thejmë, o Zot, po mu më gjete me më quj 1, 2, 3, 4, 5. Ndërsa profetët e Zotit janë sprovur shumë e më shumë. Se Allah, se pejgamberi selam ka thënë, njeriu sprovohet në bazë besimit tij. I sprovon Allah i lartësuar më shumë di profetët, sa ato e bajnë. I sprovon dashmit e tij, sa ato bajnë shumë. Pastaj i sprovon ato më doptit në besim, nga më doptit. Se din Zoti sa ban ti edhe unë. Ibrahimi a.s. u sprovu me babajin e tij, e nuk ka sprovë më të madhe. Çfarë sprove? Babai i tij i dhujtar. I biri profet, babai i dhujtar. Ka më keq mos se me e pa babën dhe nanën që nuk janë të udhëzuar. Babën dhe nanën që në vakt xumaje, babën dhe që me ardhë në xhami e rrinë duke pi. Babën dhe nana që në me ardhë për namaz, se dinë se nga e ka dherë në xhamia. Po këte nuk e kupton vetëm se besimtari i mirë. E sprovoi Zoti. Dhe babai i tij i tha, ik nga këtu. Largohu nga shtëpia se më ndryshe të vras. Sprov shumë e madh. E pastaj u sprovu me popullin e tij. Saqë e morën dhe e hodhën mesin e një zjarri të madh. E pastaj u sprovu me prijetarin e tij. E pastaj u sprovu shumë për vite me radhë, nuk kishte fëmijë. Mirë po, kur don Allahu i lartësuar me begatu dikë e begatonat. Në një moshë të thyer, Ibrahimi a.s. merr përgëzim nga Zoti i gjithësisë që Allahu do ta begatoj atë me një fëmijë, me Ismailin a.s. Do të lindë Ismaili a.s. Dhe Ibrahimi, profeti i Zotit, normalisht do ta donte shumë birin e tij, fëmijë. Me një sprovë kaq gjatë pa pas një fëmijë, Zoti i jep fëmijë, do ta donte shumë Ismailin a.s. Mirë po Allahu i lartësuar po i sjell Ibrahimit a.s. një sprovë që unë se kisha baj dot. Po dhe shumë prej nesh, këtë sprovë nuk do ta banin dot vallaj. Cila ishte kjo sprovë? Një natë prej netëve, Ibrahimi a.s. po shikon një ëndër. Dhe ëndrat e profetëve janë shpallje nga Zoti. Ëndrat e profetëve janë shpallje nga Zoti dhe janë të vërteta. Çfarë ëndre? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, kur Ibrahimi a.s. pasi e pa ëndrën, doli dhe takoi birin e tij, fëmijën e tij. Dhe po i drejtohet atij duke i thënë, qala ya bunayya inni ara fil manami adhbahuk. O biri im i dashur, o fëmija im i dashur, kam pa një ëndër sikur se ty po të bëj kurban.
para mendo a e kishe bajt ti edhe unë të sprov ka ishtë madhë. Dhe tha me ëndrat e profetëve janë të vërtetët. Po kam pa një ëndër sikur se po të bëj ty kurban. Pastaj i drejtohet me edukatën e një profetit madh, duke i thënë, "Fanzur madha tara", o biri im, çka mendon ti për këtë? Pra, na jep me kuptuar që pavarësisht që ti je babai i dikujt, nuk i ke gjitha kompetencat mbi të. Dhe duhet flasësh me fëmijën tënd me edukat, dhe duhet flasësh me fëmijën tënd me një këshill të mirë. Po i thot, o biri im, çka mendon ti për këtë gjë? Pra, a je dakord ti me të bë kurban? Shikoje tashmë përgjigjen e Ismailit a.s. Një profet në të ardhmen që në këtë çast nuk ishte profet, por ishte fëmia i një profeti, i edukuar nga një profet i madh, nga një baba i mirë dhe nga një baba i cili kishte durim dhe kishte sjellje të mirë dhe urtësi. Po i thot Ismaili alayhi salatu wassalam, o babai im, vepro atë për të cilën je urdhëruar. Vepro atë për të cilën je urdhëruar. Fëmia po i kthehet babait i, vepro çka të ka urdhëruar Zoti. Kjo është edukata e madhe dhe besimi i madh tek Zoti i gjithësisë. Besimi i madh tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe dim që Ibrahimi alayhis salam po e merr djalin e tij që ta bëj atë kurban. Djalin e tij. Ndërkohë ti edhe unë sot jemi në prag të Bajramit, kurban Bajramit. Ibrahimi alayhis salam ishte gati të bënte kurban djalin e tij, ndërsa ti edhe unë nuk je gati me bën një kurban për hir të Zotit gjithësisë. Ti edhe unë nuk je përgatit për ta bërë kurban. Vallahi unë nuk du me thonë që gjithsecili prej nesh ka mundësi me bërë kurban, se s'du me e marrë këtë përgjegjësi, ama shumica prej nesh ka mundësi me bërë kurban. Dhe vallahi shumica ka mundësi. Mirë po ne jemi hutu pas dunjas dhe nuk përgatitemi për punën e mirë. Nëse një vit rresht, ti edhe unë, do të ishe përgatit për të bërë kurban, jo një, as dy, po kishe bërë 3-4, ndoshta edhe 5 kurban. Ndoshta kishe bërë lop vetëm. Shumica prej nesh. Allahu i përmirësoft gjendjet tona. Allahu i përmirësoft njetet tona. Nëse ne nuk kemi njet me bëj punë të mirë, s'do ta bëjmë dot. Fillimisht puna e mirë nis nga njeti jonë. A ke bo njet me bo kurban? Jo, s'kam bo njet. Se bon dot. Nuk ta mundson Allahu me e bo. Se tham, nëse do kishe bo njet ti edhe unë, me e bo një kurban si kur se nga 10.000 lekë muj, kishe kursy 12 muj, 120 euro, 130 euro. A e boje, a i që kushtojnë sot vallaj. Kishe pas mundësi me e bo, ama për fat keq, zemra tona janë dhënë shumë pas kësaj dunjaj. A i shumë sa që kemi haru, kur vjen rasti me bo punën e mirë. Inshallah na kujton hoxhën e ditë xumaje që duhet me bo filan punë. Ibrahimi alayhis salam i gatshëm me bo kurban birën e tij, vallahi kjo është shumë e rëndë. Dhe thash unë se kisha marrë përsipër këtë gjë, Zotin fal. Por shumica prej nesh ndoshta gjithë s'kishin pas guxim me bo kurban fëmijën e tyre. Por Allahu nuk donte këtë gjë për Ibrahimin alayhis salam. Dhe në çastet kur Ibrahimi alayhis salam ishte gati që të bënte kurban birën e tij, Allahu i lartësuar e therrat atë, duke i thënë: "Wa nadaynahu ay ya Ibrahim", thot Allahu na thirrën atë, o Ibrahim. Pastaj thot: "Qad saddaqta ru'ya", e ka çuar vend në ëndrrën tatë. A qëllimi ishte me e pa Zoti i gjithësisë, sa i gatshëm ishte Ibrahimi alayhis salam me sakrifiku edhe fëmijën e tij. E pastaj Allahu i lartësuar i solli një dash Ibrahimit alayhis salam dhe kështu vazhdon historiku i kurban. Allahu subhanahu wa taala edhe në Kur'an na ka urdhëruar neve të gjithëve që të bëjmë kurban për hir të Zotit. Prandaj edhe pak ditë na ndajnë nga festa e Kurban Bajramit, nëse akoma se kemi bën jetë, ai që i ka mundësi inshallah ta bëjë jetë dhe t'i marrë hapat
që të bëj kurban. Allahu i lartësuar në një sure të shkurtër të Kur'anit na drejtohet dhe na thot Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainaka al-kautsar. Allahu thot o Muhammed, ne ta kemi bogati dhe do ta japim ty Kautharin, një lum shumë i madh xhenetet e Zotit. Fasalli li rabbika wanhar. Thot Allahu i lartësuar, fal namaz dhe bëj kurban. Fal namazin dhe therr kurban. Inna shani'aka huwa al-abtar. Me të vërtetë thot ata të cilët mendojnë që ti o Muhammed ka hum, pra do të humi fara se s'kishe më fëmijë pasardhës, pra se i vdiqën Muhamedi alayhis salam, jo thot atyre do t'i humi fara. Dhe sot Muhamedi alayhis salam njihet gjithë botë, edhe pse se kemi pa atë sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot Muhamedi alayhis salam nuk i ka hum fara, po thuhet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad. Dhe sot emri i Muhammed është nga emrat më të përzjedhur gjithë botë që muslimanët ja vendosin pasardhësve të tyre. Ne lutim Zotin tonë që ta arrijmë Kurban Bayramin dhe kemi prej atyre të cilat bëjnë kurban. E rëndësishme është që në kurbanin tonë të jetë njeti i sinqert për hir të Zotit. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an, tek Zoti nuk arrin as mishi dhe as gjaku i tyre. Pas ka nevojë Zoti fare. Allahu është i panevojshëm për ne, por arrin sinqeritet. Prandaj në kurbanin tënd le të jesh i sinqert ti edhe unë. Bëj kurban për hir të Zotit. Mos bëj kurban për t'u lavdruar tek njerëzit se nuk të ka asnjë lloj dobi. E lutim Zotin ton që na mundsoj që të arrijmë Kurban Bayramin, lutim Zotin ton që na fali dhe na mëshiroj të gjithëve, ashtu sikur se ne ka bashkuar Zoti jon në këto vende, na bashkoft të gjithëve në xhenetet e larta. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.